Krahas situatës së tërmetit që është një situatë e jashtëzakonshme e forcave madhore, çfarë ndodh me ato raste kur jemi në të njëjtën situatë, kur nuk kanë pronësi apo bashkëpronësi mbi truallin ku është ndërtuar pallati, por me vendim shteti apo qeverie vendoset për arsye teknike shembja e këtij pallati? Çfarë duhet të dinë këta qytetarë? Ata sigurisht që vendosen në të njëjtën situatë si ata të tjerë të rastet të prishjes detyrueshme për shkak të tërmetit. Dhe kjo bën që të zhvishen tërësisht nga pronësia. Pra, ajo çfarë është e rëndësishme që dhe besoj janë me qindra mijëra banor dhe që janë pronar të apartamenteve të pallateve të vjetra ndërtuar deri në vitin 91, janë të gjithë të rrezikuar që një ditë mund të zhvishen tërësisht nga pronësia nëse apartamenti ose pallati pra ku ata jetojnë nuk është më i banueshëm për një arsye apo për një tjetër. Kemi parasysh që tregu i ndërtimeve vazhdimisht do kërkojë troje dhe mundësira për Do zhvillim. qëndrojmë pak këtu Dhe tek një kjo. nga gjërat që do jetë më shumë ofere targetueshme do jenë dhe pallatet e vjetra, sepse janë nga 3-4 kate shumica e tyre dhe sigurisht interesi është për ndërtuar goditje shumë katëshe. Por këtu është problemi që kush ka pronësi mbi tokën është ai që do ketë privilegje. Edhe të drejta për të përfituar nga zhvillimi.